Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar, lavdrojmë, çojmë salavat e selam e pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, në këtë fillim ju dëshiroj mirëseardhje në ciklin e ri të derseve me lejen e Allahut. E lutem Allahun e Madhërisht me bë këtë fillim të mbar, të dobishëm, të bereqetshëm edhe për mu, edhe për juve në përgjithësi, edhe Allah i Madhërisht na bëj prej atyre që na i pranon veprat edhe i bëjmë vetëm për hir të tij. Çdo hap edhe çdo punë në jetën tonë të përditshme. Ashtu që ju kemi paralajmëruar, pra në këtë seri do të flasim për një nga temat më të mëdha dhe në të njëjtin kohë edhe një nga temat më të ndjeshme të historisë islame, pra për sirën e sahabëve, shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, një gjenerat që nuk është vetëm histori për mu lexu, por vërtet model dhe shëmbëltyr që synon apo do të duhet të synoj çdo besimtar me ndjek ata. E lutem Allahun e Madhërisht që të na jap neve qartësi në atë që do ta shpjegojmë, edhe drejtësi në gjykim, po gjithashtu edhe të na bëjnë nga ata të cilët përfitojnë dhe veprojnë nga ajo që dëgjojnë. Të nderuar vëllezër, vërtet ne jetojmë në një kohë që njeriu apo njerëzit, posaçërisht rinia në përgjithësi, marrja e shembullit apo shëmbëltyra në përgjithësi ka filluar të deformohet. Fatkeqësisht para vetes kem figura të ndryshme, të rreme që pretendojnë suksesin, mirë po e shohim që nuk kanë kurfar vlere dhe kurfar morali, që fatkeqësisht shumë prej njerëzve e madje edhe prej rinisë të muslimanëve i ndjekin ata. Dhe kjo është realiteti se fatkeqësisht në kohën tonë tash rinia dhe muslimanët po formsohen nga ata njerëz që ndoshta flasin shumë, pra i dhajnë dhe janë imponues edhe vazhdimisht e përsërisin atë që dojnë, më shumë do të thotë ndikohen nga këta njerëz se sa që shikohet se ajo që ka thot ai apo ai tjetri, a është e sakt, apo është e drejt, apo është në përputhje me realitetin të cilën duhet me synu se cili besimtar. Prandaj, vërtet një pyetje që ndoshta secili prej neve duhet me ngrit është që kush po i edukon rinin në kohën e sodit, dhe në një formë nëse nuk i japim modelin e duhur, shëmbëltyrën e nevojshme, atëherë njerëzit pasojnë këta, që nuk kanë moral, nuk kanë kurfar vlere, por megjithatë paraqitet sikurse që janë suksesshëm dhe njerëz që kanë arrit diçka. Ajo çka është realiteti muslimanëve të nderuar vëllezër është fakti se vërtet ne nuk kemi mungesë historie, as shëmbëltyrav, por ajo çka na mungon neve është orientimi. Për arsye se vërtet na ka humb orientimi se ku duhet drejtuar edhe çfarë duhet ndjekur. Edhe për këtë arsye studimi i sirës së shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sahabëve, për secilin prej neve është më se e nevojshme. Dhe kjo nuk është një luks, nuk është diçka mirë është me ditë, po vërtet duhet të dimë dhe të njohim këta personalitete, kështu që vërtet jenë shembull për ne dhe figura që duhet t'i pasojmë edhe të ecim rrugës të cilën ata na e kanë shtruar. Kjo për faktin se këta janë gjenerata që e jetoi Islamin në formën dhe mënyrën më të pastër. Gjenerata e shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pra e jetuan Islamin në formën dhe mënyrën më të pastër. Ata ishin që nuk e lexuan vetëm Kur'anin, mirë po krahas leximit ata e përjetun edhe zbritjen. Pra, çdo ajet që i ka zbrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sahabët ishin ata të cilët e dinin pse ka zbrit, ku ka zbrit dhe në çfarë rrethana ka zbrit ai ajet.
Nëse ne I lexojmë sot këto sure, këto ajete në përgjithësi dhe thellohemi në to dhe mundohemi me meditu rreth tyre, atëherë e dim që sahabët janë ata të cilët I kanë përjetu këto zbritje edhe e kanë jetësu edhe praktikisht e kanë pa zbatimin e atij ajeti në formë të drejtë për drejtë. Prandaj edhe për këtë shkak e kam përmendur edhe në raste tjera, tregohet me një rast Omeri radiallahu ta'ala anhu, e keni parasysh në kohën e Omerit, kur ka qenë khalife, Islami ka qenë në kulminacion, çdo gjë ka qenë në sukses dhe ende nuk ishin filluar fitnet për cilat inshallah do të flasim tutje në këtë seri të ligjëratave, dhe Omeri në vetveten e tij meditante dhe thoshte si ka mundësi që për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e keni parasysh ka paralajmëruar se do të ketë fitne mas ndrrimit jetës së tij. Pra do të ketë fitne, do të ketë trazira, do të ketë ndasi në mesin e muslimanëve. Edhe Omeri kur e shihte realitetin e përparimit të muslimanëve, nuk e kuptonte çfarë kishte paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj në një rast prej rasteve e thret Abdullah ibn Abbasin, shokun e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që është konsideruar më I dishmi prej sahabëve, posaçërisht në vitet e fundit të jetës së tij, pra ka qenë më I dishmi nga sahabët në përgjithësi. Edhe e thret një ditë, edhe kur vjen te Omeri, ka qenë khalife atëherë ai, thot o Abbas, Abdullah ibn Abbas thot, tregom një send që nuk jam duke kuptuar mirë, masqara. Thot, qysh ka mundësi me ndodh mos pajtimi, fitneja, përçarja, ndasit në mesin e muslimanëve, përderisa muslimanët e kanë një Kur'an, e kanë një namaz, një Zot, një pejgamber dhe një kible që falen. Pra falen me një kible, pra nuk kanë me një fjalë referencat I kanë të njëjta. Një libër të Zotit, një pejgamber të Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, një kible që falen të gjithë së bashku. Si mundet me ndodh mos pajtimi, ndasia, përçamja, fitnet, e kështu me radhë, atëherë Abdullah ibn Abbasi I thot një gjë që ndërlidhet me këtë realitetin ton. Thot, o khalife I muslimanëve, kjo është për faktin se ti jeton në një kohë kur ka zbrit Kurani dhe e din çdo ajet që ka zbrit, ku ka zbrit dhe çfarë rrethane për çfarë arsye ka zbrit ai ajet. Prandaj edhe tek mesin e muslimanëve ka dakordsi, do thot, nuk ka mos pajtim. Thot, pas neve do të vinë gjenerata të cilët do ta lexojnë Kur'anin, mirë po nuk do të dinë arsyeja e zbritjes, për çfarë flitet në këtë ajet. Prandaj do të kenë mendime. Secili do të thotë, jo, ky ajet ka të bëjë me kët apo ka të bëjë me atë. E këtu fillon mos pajtimi dhe përçamja në mesin e muslimanëve. Ashtu që do ta kuptojmë tutje kur shpjegojmë ato ndasitë të cilat kanë ndodhur, e shohim që është fillimisht ka qenë keqkuptimi I ajeteve dhe fjalëve të Allahut të Madhërisht nga ana e disa njerëzve, të cilët I kanë komentuar në një formë tjetër, jo të drejtë ashtu që ka zbrit në gjuhën e profetit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj vërtet veçantia e kësaj gjenerate të shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është se vërtet ata jetuan me shpalljen dhe në fakt bashkjetuan, e shoqëruan njeriu më të madh që ka njoftë historia njerëzore, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të dërguarin ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj e pan atë që shfalej, e dëgjuan që fliste, e përjetuan se si duronte dhe bënte sabër në rrethana dhe situata të ndryshme, e kanë pa Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si buzëqeshte, e kanë pa Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si I falte të tjerët, madje edhe kur ishte në një situatë më komod për të hakmer edhe për të marrë hakun e tij, e shihnin se si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam te I kalonte dhe I falte ata. Prandaj e shihnin gjithashtu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si lutej natën derisa I ajeshin këmbët e tij. Prandaj e shihnin gjithashtu se si sillej me familjen e tij,
Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe mësun kështu që morali i njeriu të fillon nga shtëpia e tij e jo dikun tjetër, pastaj e pan se si sillej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me armiqt e tij dhe çfarë raporti kishte me ta dhe e kuptuan se forca nuk është në hakmarrje, po forca e reale të njeriut është në çka? Në stopimin dhe vetkontrollin të cilën ja bën njeriu vetes së tij. Dhe kështu e pan gjithashtu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se si e donte umetin e tij dhe sakrifikante për të, prandaj ata nuk ishin vetëm dëgjues, por ishin ata të cilët vërtet e përjetuan çdo veprim dhe praktik të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, ata nuk e lexuan Islamin libër, po e jetun Islamin, madje çka është e jashtëzakonshme në tërë këtë është në fakt Islami zbriti nëpërmes tyre. Nga gabimet e tyre, nga veprimet e tyre zbritnin ajete që jetësoheshin, prandaj edhe u bëheshin pjesë të fesë nga praktika e vetë sahabëve, shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj vërtet kjo është do thot ajo veçantia e kësaj gjenerate të njerëzimit dhe për këtë shkak na nuk po flasim vetëm një seri të thjeshtë, për këtë edhe vërtet për secilin prej neve është do thot një emocion, është do thot një gëzim, gjithashtu edhe një mallëngjim, për arsye se do të flasim për një gjenerat që është gjenerata më e mirë që ka ekzistuar në sipërfaqen e tokës. Gjenerata e sahabëve. Allahu i Madhërisht i ka zgjedhur këta njerëz një nga një përmesin shoqëruesit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, veçanti e tyre nëse Allahu i Madhërisht i ka zgjedhur pejgamberet nga njerëzimi, gjithashtu i kanë nxjerrë sahabët nga njerëzimi që me qenë shoqëruesit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ndihmëtarët e tij në përcjelljen kësaj feje. Prandaj vërtet kjo është do thot një gjenerat e jashtëzakonshme, për arsye se nëse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte ai i cili na e përcolli neve Kur'anin dhe e jetoi në praktikën e tij dhe e jetësoi edhe na e përktheu atë me praktikisht, atëre e shohim sahabët, shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishin ata të cilët vazhduan ta bartin këtë emanet mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këta ishin ata të cilët pra e bën që Islami të del nga si udhesa arabisë dhe të depërtojë në mbar botën dhe të shkojë dhe të përcillet kjo fe e Zotit Madhërisht nëpërmjet sahabeve anë kënd botës. Prandaj edhe këta ishin sebeb edhe të jetësohet edhe fjala e Zotit Madhërisht, vëllezër të nderuar, kur ka thënë Allahu i Madhërisht: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", ne nuk të kemi dërguar vetëm se rahmet për këtë njerëzimin, çka sahabët janë bë ata sebeb të cilët vërtet e kanë bardh këtë mëshirë dhe këtë rahmet që t'i ka plej këtë njerëzimin nëpërmjet thirrjes edhe shtrirjes që kanë bë kjo gjenerat mas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj secili musliman, edhe unë, edhe ti, edhe çdo musliman jashtë gadishullit të Arabisë e ka hak ndaj kësaj gjenerate, për arsye se këta janë sebeb që dalin nga ky gadishull edhe të përhapet Islami, edhe të kem hise edhe na të bëhemi pjesëtar kësaj feje si rezultat i mundit edhe sakrificës që e ka bë kjo gjenerat e Muhamedit, gjenerat e sahabëve, shoqëruesve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj vërtet kjo është veçantia e kësaj gjenerate dhe po them prap kur flasim për këta, nuk flasim vetëm një histori të thjesht të disa personaliteteve apo një grupi njerëzve të cilët kanë bërë disa veprime, po flasim për një grup të njerëzve që vërtet kanë vazhdu atë emanet me cilën Allah i Madhërisht e kanë ngarku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë vazhdu tutje dhe kanë qu në formën dhe mënyrën më të mirë njerëzimit në përgjithësi. Prandaj vërtet edhe për mu personalisht bashkë me këtë emocion është edhe një lloj përgjegjësie se vallë në këtë cikël të ligjëratave të cilat do t'i trajtojmë rreth këtyre njerëzve edhe kësaj gjenerate dhe atyre të bëmave të cilat i kanë bërë këta, po gjithashtu edhe sfidat me të cilat kanë kalu, edhe mospajtimeve, edhe veprimeve, edhe situatave të cilat me të cilat janë ballavaçu,
është do thot një lloj përgjegjësie se vallë a do të mundem ja u dhon hakun edhe ti trajtojmë ashtu siç duhet, duke mos ul vlerën edhe rëndësinë e këtyre personaliteteve, po gjithashtu edhe duke nxjerrë në pah atë që e kanë bë kjo gjenerat e njerëzimit në mënyrën dhe në formën më të mirë. Për këtë shkak vërtet ajo që është e nevojshme është që vërtet gjatë trajtimit kërkohet do thot me pas sinqeritet dhe drejtësi në gjykim dhe respekt ndaj përmendjes së tyre. Për arsye se vërtet nëse futemi në këtë qasje me paragjykime dhe me pretendimin e brendësisë së zemrave të tyre, atëherë vërtet mundet që disa situata dhe disa rrethana ti konkludojmë edhe në fund gabume. Për arsye se vërtet ashtu që u thash edhe pak më herët, kjo gjenerat vërtet kanë bë shumë dëbëma, edhe lavdia e tyre është e jashtëzakonshme, madhështia e veprave të tyre nuk është vetëm që unë po i përmendi, po thjesht po du me formulu me një fjalibe kuptu se çfarë kanë arrit ata, këta ishin do thot gjenerata që arriti ta sfidojnë atko dy superfuqis më të mëdha që i ka njoft njerëzimi, Persin në njërën anë, po gjithashtu edhe perandonimin romake në anën tjetër. Pra, këta ishin që me njëherë pak vite, masi që kanë ndru jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë zhvillu lufta e beteja dhe kanë shliru pra tokat të cilat me dekada, madje me shekuj, kanë sundu këta superfuqi edhe kanë qenë do thot pronar të atyre vendeve edhe atyre pushteteve. Megjithatë, kjo gjenerat ka arrit këtu edhe me i mujt edhe me arrit do thot lavdin të cilën e kanë arrit me veprat edhe praktikën e tyre në përgjithësi. E në anën tjetër gjithashtu edhe ajo çka është fakt edhe çka është e vërtet, për arsye se këta kanë qenë njerëz, nuk kanë qenë njerëz të pagabum, në disa situata, në disa rrethana ka pas edhe mos pajtime, ka pas edhe disa fitne të cilat kanë ndodhur në mes tyre, të cilat gjithashtu do t'i trajtojmë edhe do t'i shpjegojmë, duke u mundu me e nxjerrë në pah ajo çka është e sakta dhe e drejta, e larg çdo paragjykimi edhe larg çdo tendence që t'ul vlerën edhe rëndësinë e kësaj gjenerate në përgjithësi. Edhe një gjë që është e rëndësishme në këtë fillim është edhe fakti që vërtet vëllezër të nderuar, këta njerëz kanë arrit këtë që e kanë arrit pra është bërë që të përmendet emri i tyre edhe të arrin do thot këtë lavdi, jo sepse kanë pasur pasuri apo kanë pas në ndonjë pushtet, por e tëra është që vërtet e kanë kuptu islamin, e kanë ballafaqu apo e kanë përqafu atë në formën dhe mënyrën më të mirë dhe e kanë jetësu në praktikën e tyre, prandaj edhe Allahu i bëri që ata të ngriten edhe të arrin këtë lavdi të cilën e kanë arrit në historinë islame në përgjithësi. Dhe këtu gjithashtu na vjen me kuptu edhe atë që na ka përmend edhe Omeri radiallahu ta'ala anhu me një rast të cilën do ta shpjegojmë pak më detajisht kur të vim te vendi i shlirimit të Kudsit, Jerusalemit, se kjo ka ndodhur në kohën e Omerit radiallahu ta'ala anhu, që i vjen pak vite, ma pak se një dekadë parafërsisht nga ndrimi i jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka ndodhur do thot një ngjarje e jashtëzakonshme, mirë po Omeri radiallahu ta'ala anhu, pra ata udhëheqësit e Kudsit në atë kohë, do thot Jerusalemit, kanë qenë krishterë, nuk kanë pranuar mja dorëzu qelsin e Jerusalemit, pra qytetit, vetëm se të parit të muslimanëve. Ky ka qenë Omeri radiallahu ta'ala anhu, edhe Omeri detyrohet me bë atë udhtim dhe shkon edhe gjatë rrugës, e thot një fjalë si qortim ndaj një njeriu i cili i ka thonë veshu pak më mirë, këto do ta trajtojmë më detajisht kur vim te vendi, i ka thonë a veshu pak më mirë se po na vjen inati me të pa të tjerët kush është halife muslimanëve, për arsye se kishte zhvilluar udhtimin prej Medinës deri në Jerusalem në kam edhe me deve, edhe ishte lodh, edhe teshat ishin do thot përlyer, edhe nuk ishte si në atë kohë me pas hotele, me pas vende ku me undru, edhe i ka thonë ndrohu edhe veshu pak ma mirë, se po na vjen inati me të pa kështu njerëzit që i pari muslimanëve çfarë veshje paska. Edhe çka ka thonë Omeri radiallahu ta'ala anhu, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Ne vërtet jemi një popull që Allahu na ka ngrit
Me çka? Me islam, me praktikimin e islamin. Mehme btagajna al-izzata fi ghayrihi adhallana Allah. Deri në atë moment që kërkojmë me arrit krenari edhe me kon të partë në diçka përveç islamit, po me sene tjera, atëherë dije që Allahu i Madhërisht do të na poshtrojë gjithmonë. Edhe kjo është realiteti muslimanëve në fakt edhe në kohën bashkëkohore që synojnë me u bë dikushi duke ja kthy shpinën islamit, prandaj edhe realiteti muslimanëve është edhe kjo që po e shohim ne sot në botën islame si rezultat që janë islam, janë musliman me emra, po faktikisht nga hisja që kanë nga islami praktik edhe real, është shumë pak, prandaj edhe realiteti muslimanëve është kështu ku jemi sot. Prandaj, vërtet, do t'i spjegojmë edhe do t'i mësojmë këto gjëra, për arsye se kush e njeh rrugën e sahabëve, pra ai vërtet e ka siguru edhe rrugën e saktë të kuptimit të islamit të drejtë. Nëse këtë nuk e ka kuptu edhe nuk e njeh ashtu që duhet, atëherë rrezikon me humb edhe me deviju edhe me u largu nga e sakta. Për arsye se vërtet feja apo islami i sakt edhe i vërtet është ajo që ka thonë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alayhi wa ashabi. Domthon islami është ajo në cilën jam unë tash çapo mshehni çka po praktikoj dhe shokët e mi, sahabët e mi, ky është islami të cilën duhet me e kërku secili prej neve, e jo islami që na kem qef me e drejtu edhe me e ngjyros me ngjyrime të cilat neve pretendojmë se na konvenon. Deri këtu ishte domthon shpjegum e bëm me thonë kushtimisht një lloj hyrje rreth rëndësisë edhe shkakut se pse duhet me e njoft historinë e sahabëve, sirën e sahabëve në përgjithësi, për arsye se që thon pak më herët, gjenerata më e jashtëzakonshme që i ka njoft njerëzimi, tutje do të flasim rreth disa gjërave që janë të rëndësishme me i pas parasysh para fillimit të shpjegimit të ngjarjeve konkrete. Ajo është se vërtet e rëndësishme është që të bëjmë do thot një trajtim, ajo është se si duhet me i lexu dhe me i kuptu ngjarjet të cilat janë zhvilluar në kohën e sahabeve, duke fillu edhe ato arritjet, po gjithashtu edhe ato mospajtimet edhe ndoshta përçarjet të cilat kanë ndodhur më vonë, që shtam pak më herët, mas Omerit radhiyallahu anhu, mas halifës Omerit, pra kushtimisht gjatë kohës kur ka qenë halife Othmani radhiyallahu anhu e Aliu e tutje. Pra vërtet nëse ajo që është realiteti që ka njerëz që kur i lexojnë historinë e sahabeve, ka prej tyre shumë që fitojnë respekt edhe dashuri, po në anën tjetër ka edhe prej tyre që kur dëgjojnë për disa zhvillime dhe për disa ngjarje të cilat kanë ndodhur, atëherë dalin edhe me disa konfuzione, edhe me disa dyshime e paragjykime pse kanë ndodhur këto gjëra. Prandaj edhe ajo që është e rëndësishme me pas parasysh muslimani është që duhet patjetër me pas një kornizë, një platformë të qartë se çu duhet kuptuar realiteti sahabëve edhe atyre ngjarjeve në përgjithësi. Do ta përmend një shembull konkret për me e kuptu që vërtet nga njëherë njeriu mundet me lexu një histori, po mundet me qenë ajo edhe e keq kuptume, edhe ndoshta dikush në formë tendencioze mundet me dhënë një kuptim ndryshe, edhe nëse dikush i ri apo dikush që se ka parasysh realitetin e asaj, nëse e lexon fillimisht, atëherë i flan tek ai dyshim apo ajo formë e komentimit apo shpjegimit të asaj ngjarje në përgjithësi. Prandaj është e rëndësishme me i kuptu gjanat qartë, edhe me i kuptu realisht çu kanë ndodhur, pastaj nëse ti ndodh me dëgju diçka që i shtohet, apo ndryshohet, apo devijohet, apo jepet një kuptim të gabum, atëherë ti më thon ka dale se unë këta e kam ngu prej filan hoxhës, apo e kam lexuar në filan libre dhe realiteti është kështu, jo sikur e komenton dikush tjetër apo jep një kuptim tjetër dikush qoftë nëpër media apo nëpër YouTube e kështu me radhë, për arsye se fatkeqësisht jetojmë në një kohë që shumë njerëz, që thash edhe në fillim, nga përsëritja e vazhdueshme atyre pretendimeve të tyre dhe nga imponimi që tentojnë me bën për idetë e tyre, fatkeqësisht shumë prej njerëzve të cilët nuk kanë njohuri të thokta, edhe këto dyshime flajnë tek ata. Edhe këto dyshime marrin frymë edhe i shehen ndoshta
është musliman i mirë, falet, ka mirë, po kur fillon me shpjegu qoftë disa gjëra që ka të bëjë me Kur'anin, apo edhe me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo edhe me sahabët, e sheh që ka dyshime, nuk është i sigurt. Për shembull, kur flitet për koleksionin e Buhariut, ka njerëz që ndoshta është musliman i mirë e gjitha, mirë po ka dëgju aty këtu ndonjë incizim apo ndonjë veprim, edhe e sheh dyshimin që ka dalë se Buharia a është e sakta, mos ja ka fut në disa hadithe edhe ka shpjegu apo ka fut në librin e tij disa hadithe që nuk janë sakta. Fatkeqësisht kësi paragjykime ka për njerëzve si rezultat i mos kuptimit të drejtë të këtyre realiteteve edhe fakteve që nëse dojmë i kuptu janë të shpjeguara edhe të detajzuara në formën dhe mënyrën më të mirë në librat e ndryshme edhe në shpjegimet e ndryshme, posaçërisht tek ehli sunneti në përgjithësi. Unë do ta përmend një shembull konkret edhe për jetim temin personalisht. Para disa kohe, mundem me thonë para 10-12 vite, në një polemik me një njeri që vërtet edhe ai ka qenë një musliman i mirë, po kishte disa dyshime që ndërlidhen me shiizmin në përgjithësi. Pra nuk ishte shiit, nuk pretendonte që e keni parasysh kur thom shiit është për qëllim domthon shiizmi i atyre njerëzve të cilët pretendojnë se Aliu radiallahu ta'ala anhu është imam i pagabum, domthon këto veprime që kryesisht identifikohet Irani i sotëm, pra që kanë medhhebin e shijave, e ky kishte një lloj simpatie ndaj tyre. Edhe në bisedë sipër tash një nga pretendimet e shijave në përgjithësi është që nuk kanë mendim të mirë ndaj sahabeve në përgjithësi. Këtë do ta shpjegojmë kur vim dhe shpjegojmë divergjencat në mes shijave edhe ehli sunnetit në përgjithësi, edhe ai kishte ndëgjuar ndoshta prej dikujt apo dikon këtë ajetin e Allahut Madhërisëm në surën El-Jum'a, ku Allah i Madhërisëm, e keni parasysh, hadithi është i njohur, është në Buhari, pra nuk është diçka një ngjarje, po du me përmend se çysh ka mundësi kjo një ngjarje që është e thjeshtë në historinë islame mund të japet një kuptim negativ edhe krejt me nxjerr jashtë kontekstit real që është ajo. Ngjarja është kështu. Fillimisht po e përmendin ngjarjen, pastaj edhe pretendimin e atyre njerëzve të cilët dëshirojnë me e deviju kuptimin e kësaj ngjarje në përgjithësi. Në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pra hadithi është në Buhari, e transmeton Jabir ibn Abdullah, një nga shokët e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam shumë të nderuar të respektuar, thotë derisa ishum me Muhamedin sallallahu alajhi wasallam në namazin e xumas, pra tu e fal namazin e xumas, thotë u dëgjoi një zhurmë jashta xhamis, pra, që ka ardhur një karavan i madh. Dhe fjala ishte në atë kohë prisnin me ardhur një karavan me të mira, do thot me ushqime, me tregti, do thot karavan tregtarësh që ishte vënu edhe s'kishte mri, pra në Medinë një kohë gjatë, edhe njerëzit që i kishin prit, do thot furnizimin, ishin me të keq. Pra ka fillu edhe me mbretu kriza në Medinë si rezultat i vënimit të këtij karavani. Edhe çka ka ndodhur gjatë namazit të xumas në hutbe, është dëgjuar një zhurmë që po vjen karavani. E keni parasysh, edhe kur e ka dëgjuar sahabët që po vjen karavani nga gëzimi, kanë filluar me dal. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë duke mbajt hutben. E keni parasysh, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë duke mbajt hutben, edhe kanë filluar njerëzit me dal. Edhe Jabir ibn Abdullah, ky sahabia thot, kanë dalë krejt njerëzit, vetëm kanë mbet 12 veta me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. A keni parasysh, ngjarja në kohën e kanë mbet vetëm 12 veta me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kanë dalë nga gëzimi se ka ardhur karavani, pra edhe Allah i Madhërisëm i qorton sahabët për këtë veprim. Edhe në surën El-Jum'a, ajeti i fundit, ajeti 11, pra e keni parasysh, para këtyre ajeteve është ajeti që urdhëron në prezantimin në namazin e xumas, pastaj i qorton sahabët, thot wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qa'ima. Në përkthim, po thot Allah i Madhërisëm, kur e kanë pa, është fjala sahabët, tregtin edhe argëtimin që po ndodh jashtë,
thot kanë nga mas kësaj edhe të kanë lanë ty në kam. E ki parasysh, qortim për sahabët për këtë vepër që kanë bë. Qul ma inda Allahi khajru min Allahu wa min at-tijarati wallahu khajru raziqin. Thuaj atyre Muhammed, ajo që është te Allahu është ma mirë se tijareti juve, se tregtia juaj edhe argëtimi, për arsye se Allahu është furnizuesi më i madh. Me një fjalë i ka qortu për këtë veprim që e kanë bë, edhe ja u ka mohu, edhe i ka thonë këtë që e keni bë, s'keni bë mirë, pra mos e përsëritni. E keni parasysh. Që kjo është qëllimi i ajetit. Edhe në përgjithësi në këtë komentator kur flasin për arsyen sebebin e zbritjes së këtij ajeti thonë që është kjo ngjarje. Domthonë që kjo ka ndodhur, prandaj edhe ka zbrit ky ajet që i qorton sahabët pse e kanë lënë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kam në hutbë edhe kanë dalë jashtë edhe i ka qortu që mos me vepru këtë tutje, mos me vepru më. Madje disa transmetime thuhet, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam t'ishin dal krejt, mos t'ishin met vetëm këta 12, në disa transmetime kanë thonë 40, pra nuk është shumë e detajzuar kjo, thot Allah i Madhreshëm do të zbriste Zoti i Madhreshëm një dënim ndaj këtij veprimi që e kanë bërë këta njerëz. Mirë po, pse kanë bërë disa prej muslimanëve, Allah i Madhreshëm i ka mshiru për këtë veprim edhe vetëm i ka qortu. E keni parasysh, kjo është ngjarja. E thash, në kontekstin negativ, posa që shijat, edhe ata të cilët e përmendin këtë ngjarje thonë qyre sahabët çfarë njerëz kanë qenë, e kanë lënë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kam, nuk domthonjë janë marrë mas dynjas, mas argëtimit, mas tijaretit dhe kanë lënë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në kam, duke majt hutbën, e kanë nënçmu, pra kjo ka qenë respekti që kanë pas sahabët ndaj Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. E keni parasysh dyshimin që ata e paraqesin, edhe në bisedë sipër ky personi tash është bë për rahmet, pra ka vdek, nuk është gjallë ky njeri më, pra po them ka qenë musliman i mirë, po ka qenë pak i ndikum në këto veprime, edhe ma përmend këtë ngjarje, thotë qyre, këta njerëz me kanë domthon gjenerat sahabët jashtëzakonshëm, atëherë nuk do ta lënin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kam, po e kanë lënë kam edhe kanë janë shku mas tijaretit. Edhe unë në përgjigje sipër i thash mirë pra, nëse është kështu, atëherë edhe unë mundem me pretendu që kur Allah i Madhreshëm e ka qortu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ku? Në surën Abasa. E ka qortu pejgamberin Allah i Madhreshëm pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për çka? Shembulli rasti është konkret që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë duke folur me parinë me kasve, apo me Ebu Sufjanin, Ebu Gjehlin, ka qenë duke folë, duke i thirrë në islam. Edhe në ato momente vjen një njeri, Abdullah ibn Umi Mektumi, qërr i verber, edhe vjen dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe i thot, unë po du me pranu islamin, qysh është kjo edhe fillon me vetë. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë i angazhuar edhe i koncentruar me këtë parinë e Mekës, ja ka kthy shpinën këtij, domthon nuk o marr me këta, po o marr me këta parinë e Mekës. E Allah i Madhreshëm e qorton. Edhe ajetet e para janë qortuese ndaj Muhamedit sallallahu alajhi wasallam se kjo çka ke bën nuk është në rregull. Se secili njeri që don me pranu islamin ti dush me qenë i gatshëm, mos u mundo me parinë me afru. Nëse dojnë ata me pranu islamin le ta pranojnë. Nëse s'dojnë, atëherë s'ki nevojë ti mu i dhon. Merru me këta që është interesuar. Parafërsisht domthon tash s'po du mu ndal në thot edhe unë i thash këtina, atëherë nëse është kjo e saktë e para, atëherë edhe unë këtu mundem me pretendu që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ja ka dhënë hakun në përcjelljen e shpalljes. A thuhet kjo? Nuk thuhet kjo. Për arsye se qortimi që e ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtu ka qenë qortim që vërtet qysh duhet që ai duhet me qenë i përgjithshëm për këtë njerëzit. E një ashtu edhe qortimi që e ka bërë Allahu i Madhreshëm sahabëve ka qenë në këtë grad, jo se ata e kanë nuk e dojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, mirë po ka qenë situatë rrethon e jashtëzakonshme që janë preokupuar një sen që e kanë pritë dhe i ka rrok kriza, prandaj edhe kanë vepruar, e kanë bërë këtë veprim. Pastaj duke jashtuar edhe kësaj se disa komentatorë shpjegojnë, posaçërisht është një hadith në koleksionin e Ebu Davudit, që namazi i xumas
para prakisht do thot në fillim kur është bë obligativ, është fal sikurse namazi i Bajramit. Pra mas pare fal namazi, pastaj është marrë hutbeja. A keni parasysh? Edhe prezantimi në hutbe nuk ka qenë obligativ sikur mas andej kur është bë para namazit. A keni parasysh? Edhe prandaj kanë qenë çish më thon, nuk i kanë kushtuar shumë rëndësi sahabët për shkak që kanë dalë se është zhvilluar mas namazit të xhumas. E keni parasysh? Po sidoqoftë kjo do thot një trajtim që e kanë bë, po du me përmend si mundet me ndodh devijimi i kuptimit historisë kur dojmë me e lexu me tendencë. Jo realisht do më thonë qysh është do thot ajo, atëherë ti mundesh me çdo send mundesh me kap, edhe në fakt kështu kanë vepruar edhe orientalistat kur e kanë lexuar Kur'anin, edhe në personalitetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe në sahabët në përgjithësi. Prandaj e rëndësishme është kjo që vërtet duhet me pas një qasje shumë përmbajtësore kur bëjmë do thotë shpjegimin edhe korniz do thot shumë të shëndosh kur bëjmë do thot trajtimin e ngjarjeve të veçanta historike që kanë ndodhur me sahabëve në përgjithësi. Pra mos me qenë paragjykues edhe me u fut në zemrat e tyre edhe me pas dyshime që këta kanë synu këtë apo kanë synu atë. Po duhet me e lexu ashtu siç është në fakte edhe në argumente, edhe duke e pas parasysh që sahabët, ashtu siç do të shpjegojmë tutje, nuk kanë qenë të pagabum. Dhe veprimet e tyre, nuk ka dyshim posaçërisht disa prej tyre, kur kanë bërë disa veprime të caktuara, ijtihadi i tyre ka qenë i gabum, nuk ka qenë i drejtë. Por kjo nuk e ul atë që me thonë që ka deviju apo ka mashtru e kështu me radhë veprime të cilat do t'i shpjegojmë tutje. Për arsye se e njëjta ka ndodhur për shembull edhe unë po i përmend këtu ngjarje për me ndërlidh me atë që kemi shpjeguar më herët. Për betejën e Uhudit, e keni parasysh ata 40 veta ose 50 që kanë qenë në Kodër që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka urdhëruar me ndajt në Kodër dhe mos me lshu Kodrën në asnjë rrethon, ata e kanë lshu, pse kanë menduar që është përfunduar lufta. Edhe kjo ka qenë ajo dobësia edhe arsyeja edhe sebepi që pastaj kanë mësuar disfat në betejën e Uhudit, apo e thash dikush mundet me i dhanë do thot një rishkrim apo rilezim të kësaj ngjarje qëre sahabët nuk e kanë dëgjuar urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prandaj edhe nuk kanë vlera çashtu siç pretendojmë na. E nuk është, domethënë nuk e kuptojnë që faktikisht ijtihadi i atyre të cilët e kanë lshu ka qenë se ata kanë menduar që betejë është përfunduar, çashtu siç kemi shpjeguar atje. Nuk ka qenë tendenca e tyre me thy urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata kanë menduar që ka marrë fund lufta. Edhe tash secili është i lirë edhe mundet me zbrit. Edhe kjo ka qenë ai gabimi, pastaj edhe ka ndodhur rikthimi i mushrikëve edhe me e fitu betejën në betejën e Uhudit. Pra këto format leximit, pra është shumë e rëndësishme me pas parasysh, me qenë korrekt edhe me qenë realist do thot në trajtimin edhe leximin e tyre, për arsye se nëse nuk e bëjmë si duhet, atëherë është ajo rreziku që mund bijem në këtë që kanë ra disa njerëz, qoftë me tendencë, qoftë edhe me keq kuptim të këtyre ndodhive dhe ngjarje, pastaj edhe si dyshime që janë futur në zemrat e tyre pastaj. Pas këtyre sqarimeve, themi që ajo platforma që është shumë e rëndësishme që duhet me pas parasysh muslimani është fakti që vërtet gjëja e parë që do të fillojmë, pika e parë që do të fillojmë me e shpjegu është se shpjegojmë se çka do të thonë fjala sahabi apo sahabe. Kush janë sahabët në përgjithësi? Për arsye se kjo është domethënë ajo çka do të jetë trajtimi jon gjatë këtij cikli, domethënë sira e sahabeve. Domethënë sira e shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të gjitha ngjarjet të cilat janë zhvilluar masi që ka ndruar jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Fjala sahabi në gjuhën arabe rrjedh prej shprehjes apo prej fjalës suhbe, që nëse e përkthejnë në shqip domethënë shoqërues, diçka që e shoqëron dikën, domethënë shoqërues. Edhe kështu na e përkthejmë gjithashtu edhe në gjuhën shqipe, sahabët, pra shoqëruesit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në aspektin gjuhësor, kur thuhet shoqërues, do thotë sahabi,
nuk është nuk kuptohet që duhet me pas një kohë caktuar që e ke shoqëruar pastaj me fitu këtë epitet. Pra, mundesh me thonë, në arabisht thonë e kum shoqëru filanin, mundesh me thonë një minutë, një vit, një javë, gjatë tërë jetës, prapë konsidero shoqërus. Edhe nëse e ke shoqëru, ndoshta një kohë caktuar me shumë të vogël, prapë konsidero shoqërus. Prandaj në aspektin gjuhësor, shoqërus konsiderohet domosht çdo njeri që e ka shoqëruar dikën. Edhe në aspektin terminologjik, sahabët shoqërues të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë të gjithë ata të cilët e kanë shoqëruar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po i kanë realizuar 3 kushte. E para, pra e kanë taku Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk themi e kanë pa. Pra arsye se nëse themi e kanë pa, atëherë ka mundësi që çashtu sikurse disa prej sahabëve apo 1-2 prej sahabëve kanë qenë të verbër, ata nuk e kanë pa Muhamedit sallallahu alaihi wasallam fizikisht, po e kanë taku edhe janë shoqëruar me ta edhe konsiderohen sahabe. Pra kushti I parë është me e taku Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me e besu atë, pra me qenë musliman. Pra Ebu Gjehli e ka taku Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mirë, po nuk konsiderohet sahabi për arsye se nuk e ka besu, prandaj nuk është sahabi. Dhe e treta, dhe ka vdek si musliman. Për arsye se mund ndodh dikush prej njerëzve që e ka taku Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e ka besu, po pastaj edhe me dezertu apo me dal pej fesë. Edhe kjo ka ndodhur. Prandaj këto 3 kushte kush I plotson, ky konsiderohet sahabi. Pra ai që e ka taku Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e ka besu atë, pra o bë musliman, edhe ka vdek me këtë besim. Edhe këta konsiderohen do thotë sahabi, edhe ky është për kufizimi ma I pranuar që e përmend edhe Ibn Hajeri, edhe Buhariu në koleksionin e tij, edhe Muslimi pra kur tregon do thotë për sahabën në përgjithësi, ky është. Është një formulim që po du me e përmend vetëm me pas parasysh për shkak se ndoshta në një situatë apo tjetër mundeni me dëgju. Për shembull, Said ibn Musayyib është prej tabinëve. Tabin për dini kush janë? Ata të cilët nuk e kanë taku pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, po e kanë taku sahabët. Tabin quhen. Ky është prej tabinëve më të mëdhej, konsiderohet një prej dietarëve më të mëdhej prej tabinëve. Said ibn Musayyib thot me një rast, kur flet për sahabi, thot në kohën tonë nuk e kena konsideruar sahabi atë njeri që nuk e ka shoqëruar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam 1 vit ose 2, ose nuk ka marrë pjesë në ndonjë betejë me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Pra nuk e kena konsideruar sahabi ai njeri që e ka taku pejgamberin sallallahu alajhi wasallam edhe ka nejt pak me ta. Çështu ka thënë Said ibn Musayyib. Po tash a vjen në kontradikt me këtë që tham na pak më herët? Ibn Hajeri thot që e sakta është e para që tham, ai që e ka taku, qoftë edhe një kohë të shkurtër, po e ka besu edhe ka vdek si musliman, konsiderohet sahabi. Kurse trajtimi I Said ibn Musayyibit është me thonë me kuptu ma qartë, është e ki parasysh nëse është jemi në një vend edhe këtë janë hoxhallar, edhe këtë janë dietar. Mirë, po janë do dietar që janë pak më të mëdhej, edhe më të njohur, tani këta që janë dietar nuk konsiderohen që në nivelin e tyna, po. Edhe Said ibn Musayyib, kur ka jetu, vërtet Medina ka qenë plot me sahabe. Prandaj edhe ka ba kësi lloj diferencime për faktin se kanë jetu sahabët e mëdhej, prandaj edhe këta që kanë qenë më të vogël edhe më pak që kanë shoqëruar Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, nuk e kanë pas atë rolin që me ia dhënë këtë epitet ose me I trajtu sikurse nivelin e sahabeve që e kanë jetu edhe kanë qenë do thotë vazhdimisht me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam me vite të tëra. Prandaj mundet me qenë kjo është shkaku pse Said ibn Musayyib ka pas një kriter pak ma të thukt apo ma të vështirë për me trajtu dikun sahabi. Përndryshe të tjerët në përgjithësi kur flasin për sahabët, theksojnë që sahabi është ai njeri që e ka taku Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, pra ka ndajt me të, qoftë edhe një kohë të shkurtër, po e ka besu atë edhe ka vdek si musliman. Dhe numri sahabeve në përgjithësi, edhe këtu ka trajtim, edhe ka shpjegim sa ka qenë numri I tyre, kanë fol ulemat. Numri ma I jashtëzakonshëm ka qenë kur në haxhin Lam Tumirs, pra në Arafat, aty ka qenë numri më I madh që e kanë taku Muhamedit sallallahu alajhi wasallam edhe kanë besu,
Pastaj përmendet numër i jashtëzakonshëm ka qenë edhe në betejën e Tebukut, pjesëmarrësit që tregohet që kanë qenë mbi 30.000, në disa transmetime edhe më shumë, pra numër më i madh, edhe disa pej ulemave kur flasin për këtë temë, përmendin edhe numra, thonë kryesisht mundet me qenë, disa kanë thonë 60.000, disa kanë thonë deri 120.000 sahabe kanë qenë, po nuk ka ndonjë formulim apo diçka detajzuar, për arsye se kjo është do të thotë diçka që në atë kohë nuk i kanë dhënë rëndësi të madhe kësaj. Ashtu që kemi përmend në shumë betejë, në shumë ndoshta i përmendin numrat që kanë qenë pjesëmarrës, po nuk është që i kanë numëruar apo kanë bën ndonjë, po është me sy që sa ja u ka marrë mendja, për arsye se nuk ka qenë fokusi i tyre në këtë. Edhe gjithashtu edhe në numërimin e sahabëve nuk ka qenë ndonjë fokus në atë kohë që sa është numri i tyre e kështu me radhë, por numri ka qenë i jashtëzakonshëm. Po ajo që është e veçanta është se numri atyre sahabëve që kanë përcjell diturinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është shumë më i vogël. Pra, me një fjalë, ata të cilët kanë përcjell hadithin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mundet me shku prej 3.000 deri në 5.000 sahabe. Pra që kanë përcjell hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në koleksionet e ndryshme, jo vetëm Buhari Muslim, po domon gjitha koleksionet në përgjithësi, mundet me shku deri në 5.000 ose 6.000 kanë thonë disa muhaddithin. Ky është numri që u dihet emrat e tyre dhe që kanë përcjell hadithe nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kurse sa i përket kategorive të sahabëve, kemi përmend kur kemi fol për sirën që ka trajtime edhe varësisht si shikohen, për shembull kush e ka pranuar Islamin më herët, ose kush ka bërë hijret, ose kush ka shku, ka marrë pjesë në disa evenimente domosdoshmë më të veçanta, sidoqoftë ndarja më e njohur është mas pari janë 4 halifët e drejtë, domthonë këta janë do thotë më të veçantit, pastaj 10 përgëzumit me xhennet, që dihen emrat e tyre, pastaj pas këtyre vinë pjesëmarrësit në Bedër, pra që është numër për 300 vetë, pastaj pas këtyre kush vjen, i kemi shpjeguar këto. Ata që kanë marrë në Bejatur Ridwan, që ka qenë numri i tyre 1200 apo 1400, pra kjo ka qenë, pra kështu është, domthonë kjo është ajo radhitja që ma me vlera, për arsye se kjo ndarje është jep me kuptu që kanë pas vlera që faktikisht kjo 1200 edhe i Bejatur Ridwan është që kanë veçanti, që ka transmetime që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë që këta janë njerëz që Allahu i Madhërisht ja ka fal gjunat, do të jenë xhenetli të gjithë, për arsye se kanë qenë që kanë qëndruar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në momentet më delikate, më të rrezikshme, më sfiduese për ta në përgjithësi. Pra, kjo është ndarja e tyre, kurse sa i përket pozicionit të tyre, qasjes së ehli sunetit karshi sahabëve në përgjithësi, këto do të shpjegojmë inshallah javën e ardhshme. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.